Presidenti Amerikan Donald Trump përmes një postimi në rrjetet e tij sociale ka shkruar se do të zgjidhin çështjen mes Kosovës dhe Serbisë. Sipas tij, konflikti mes dy vendeve ishte gati të shpërthente, por së njëjti arriti të ndalonte. Në këtë kontekst, ai ka thënë se dhe Irani dhe Izraeli duhet të bëjnë një marrëveshje në të cilën mënyrë si India dhe Pakistani, duke ndaluar konfliktin e drejtpërdrejtë ushtarak, teksa rikujtoi se si në mandatin e tij të parë Kosova dhe Serbia po shkonin drejt një lufte, por ajo u ndalua nga administrata e tij. Irani dhe Izraeli duhet të bëjnë një marrëveshje dhe do të bëjnë një marrëveshje, ashtu siç i bëra të bënte India dhe Pakistani, në atë rast duke përdorur tregëtinë me Shtetet e Bashkuara për të sjellë arsye, kohezion dhe mendje të shëndosh në bisedime me dy udhëheqës të shkëlqyer, të cilët ishin në gjendje të merrnin shpejt një vendim dhe të ndalojnë. Gjithashtu, gjatë mandatit të tij të parë, Serbia dhe Kosova po e përballonin me forcë, siç kanë bërë për shumë dekada, dhe ky konflikt i gjatë ishte gati të shpërthente në luftë. Unë ndalova atë. Biden ka dëmtuar perspektiva afatgjata me disa vendime shumë budallëqe, por do ta rregullojë përsëri. Një rast tjetër është Egjipti dhe Etopia, dhe lufta e tyre për një digë masive që po ndikon në lumin madhështor Nil. Ka paqe, të paktën për momentin, për shkak të ndërhyrjes sime dhe do të mbetet kështu. Po kështu do të kemi paqe së shpejti midis Izraelit dhe Iranit. Shumë telefonata dhe takime po zhvillohen tani. Unë bëj shumë dhe nuk marr kurrë merita për asgjë. Por kjo është në rregull, populli e kupton, bëjeni lindjen e mesme të madhe përsëri, ka shkruar ndër të tjerash presidenti amerikan Donald Trump.